Mirësitë e Allahu xhalla xhelalu ndaj nesh nuk numërohen, po në krye të gjitha mirësive të Zotit ndaj nesh është se na I ka çelë syt e ballit dhe syt e zemrës për të qenë në Islam. Dhe kjo është si njëshi dhe çdo mirësi tjetër është një zero e shtuar mbi këtë njësh, kështu që fillon me njëshin 10, 100, 1000 e s'numërohen. E pa këtë njësh, çdo mirësi është një shumëzim dhe pafundësisht zerosh. Për këtë arsye tha Zoti: "Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Kur shpëton nga xhenemi dhe fiton xhenetin, ka fituar në të vërtetë. Ndërsa standardet e dynjas, se kush quhet fitues, e kush quhet humbës, e kush quhet ngadhnimtar dhe kush quhet ai I cili ka humbur betejë kështu me radhë, gjitha këto standarde nuk kanë vlerë në botën tjetër. I fituar është ai që fitoi Zotin në këtë botë dhe besimin. Dhe I humbur është ai që humbi Zotin dhe besimin.